Fermerët e frutikulturës në Dibër ishin më të dëmtuarit në sezonin e kaluar për shkak të ngricave. Prodhimi vitin e kaluar ul me 20% për shkak se thuajse të gjitha varietetet e mollës dhe qershis u dëmtuan. Ndërkohë, këtë vit sezoni duket më i mbarë dhe fermerët shpresojnë se do të kenë rendiment më të lartë. Medin Kryemadhe ka një sipërfaqe prej 5 hektarësh të mbjellë me qershi dhe mollë, por vitin e kaluar nuk ka marrë asnjë dëmshpërblim. Inshallah si mjet koha na premton, sepse vjet por rrethin e Dibrës ka qenë vit zije. Ka pas vetëm shpenzime, ka bë 10 milion lekë shpenzime, si që ka bë deri tani, edhe për vitin 2026, 10 milion, a mos i mjet shpresoj të marrë ato lekët të shpenzimeve, kurse vjet s'kemi marrë asnjë lekë shpenzim. Nga shteti asnjë lekë, për me përjashtim një 300-400 litra naftë si kam marrë unë për gjithë këtë territor tokë që kam. Ndonë se pret të ketë prodhim të lartë këtë vit, a i thot se po përballet me mungesë të fuqisë punëtore. Fermeri thot se për të vjellë qershin shpenzon rreth 5 milion lekë të vjetra dhe po ashtu 5 të tjera për ta shitur në Tiranë. Me fuqinë punëtore vetëm që shihet me pensionistë. Imagjino, çuna trish ka, gras ka, domthonë janë shumë pak edhe ato janë domthonë ta paguash punëtorin në bujqësi në Shqipëri 35.000 lekë është shumë. Mungesa e fuqisë punëtore është kthyer në problem madhor në sektorin e bujqësisë për shkak të largimit masiv të rinjve nga fshatrat.